Welcome to the weekly press briefing. Mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përgjithësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen gjyqësore të Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut, Isni Kilet dhe Hajretin Kuqit, në lidhje me pretendimet për ndikim të paligjshëm ndaj dëshmitarëve, më 5 shkurt, dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese hodhi poshtë një kërkesë referuese të zotit Thaçi. Zoti Thaçi pretendonte se caktimi i gjykatës ishte vetëm që urdhroi masat hetimore të posaçme dhe caktimi i mëpasshëm i të njëjtit si gjykatës si procedurës paraprake nuk ishte në përputhje me ligjin dhe rrjedhimisht kishte shkelur të drejtin e tij që akuzat penale kundër tij të vërtetohen nga një gjykatë e krijuar me ligj. Ai pretendoi gjithashtu për shkelje të së drejtës së tij për jetë private dhe familjare. Dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese e hodhi poshtë kërkesën duke konstatuar të parakoshme, me që në këtë fazë të procesit është vështirë të vërtetohet nëse janë shkelur të drejta themelore të zotit Thaçi përpara se të merret vendimi i formës së prerë lidhur me këtë çështje gjyqësore. Dhoma konstatoi se zoti Thaçi nuk kishte dhënë asnjë shembull, as hollësi se si masat kishin shkelur të drejtën e tij për privatësi dhe e shpalli pretendimin të pabazë. Po në këtë çështje, më 10 shkurt, Bashkim Smakaj dhe Fadil Fazliu u liruan përkohësisht në Kosovë me kusht, pas rishikimit të fundit të paraburgimit nga gjykatësi i vetëm. Në vendimin e 3 shkurtit 2026, gjykatësi konstatoi se rrethanat kishin ndryshuar që prej rishikimit të fundit të paraburgimit të zotit Smakaj dhe zotit Fazliu në dhjetor 2025, dhe se mbajtja e tyre në paraburgim nuk ishte më e arsyeshme as proporcionale. Ndonse gjykatësi konstatoi se vazhdon të ekzistojë rrezik i moderuar që në qoftë se lirohen që të dy zoti Smakaj dhe zoti Fazliu do ta pengojnë procesin, ai arriti në përfundimin se këto rreziqe nuk peshojnë me shumë të drejta themelore e tyre për liri. Gjyqi mbajti parasysh ndër faktorët e tjerë kohën që zoti Smakaj dhe zoti Fazliu kanë kaluar në paraburgim, që tani të kalon dënimin më të ulët të parashikuar me ligj, që do të merrte secili prej tyre në rast të shpalljes së pajisisë. Në përputhje me standardet ndërkombëtare të gjykimit të drejtë dhe Kushtetutën e Kosovës, një person i akuzuar mund të mbahet në paraburgim para shpalljes së pajisisë vetëm kur gjykatët konstatojnë ekzistencën e rreziqeve për ligjin paraburgimin. Gjykatët vlerësojnë çdo 2 muaj për çdo të paraburgotur nëse këto rreziqe ende ekzistojnë, nëse për to mund të gjendet zgjidhje për mëtmatave alternative dhe nëse mbajtja në paraburgim është e arsyeshme dhe proporcionale. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Krasniqit dhe Recep Selimit, gjatë kësaj jave po paraqiten deklaratat përmbyllëse. Zyra e prokurorit të specializuar filloi paraqitjen e deklaratës së vet të hënën para dite dhe përfundoi të martën. Mbrojtja e viktimave paraqiti deklaratën përmbyllëse të martën. Mbrojtja e Hashim Thaçit filloi paraqitjen e deklaratës përmbyllëse dje para dite, vijuar nga mbrojtja e Kadri Veselit pas dite. Mbrojtja e Veselit vazhdon paraqitjen e deklaratës edhe sot. Pas kësaj, mbrojtja e Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit janë planifikuar të paraqisin deklaratat përmbyllëse të tyre. Parashtrimet e mbrojtjes mund të vazhdojnë gjatë kësaj jave dhe deri në fillim të javës që vjen. Pasi trupi gjykues të mbyll çështjen, ai do të fillojë kuvendimet konfidenciale. Gjykatësi do të vlerësojnë me kujdes besueshmërinë e dëshmitarëve, mbështetshmërinë dhe peshën e dëshmive të dëshmitarëve dhe të secilës provë. Të akuzuarit prezumohen të pafajshëm përveç nëse prokuroria vërteton fajësinë e tyre jashtë dyshimit të arsyeshëm. Por në këtë çështje trupi gjykues vendosi vazhdimin e paraburgimit të Hashim Thaçit pas rishikimit të fundit të paraburgimit nga gjykatësit, nëse paraburgimi i tij është ende i domosdoshëm dhe i arsyeshëm. Në vendim, trupi gjykues vlerësoi bazuar në standardin përkatës se ekziston rrezik i mjaftueshëm që zoti Thaçi do të pengojë ecurinë e procesit të dhomave të specializuara dhe do të kryej vepra penale të tjera kundër atyre që konsiderohen kundërshtar të UÇK-s, përfshirë dëshmitarët të cilën kanë dhënë dëshmi në këtë çështje dhe ose ata që mund të thirren në procese paralele. Ndër faktorët e tjerë, gjykatësit rikujtuan konstatimet e mëparshme të tyre që duket se zoti Thaçi u dha vizitorëve jo të privilegjuar informacion të marrë gjatë dhënies së dëshmive prej dëshmitarëve të mbrojtur dhe ose diskutoi udhëzime që duhet të kaloheshin dëshmitarëve në lidhje me formën dhe
mbajtjen e dëshmive të tyre. Gjykatësit mbajtën parasysh gjithashtu se në Kosovë vazhdon të ekzistojë atmosfera e friksimit të dëshmitarëve dhe ndërhyrjes në procedurat penale kundër anëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që nuk mund të menjanohen vetëm me masa mbrojtëse. Në lidhje me zbatimin e dënimit të Haxhi Shalës, kryetarja e DSK-s vendosi të modifikojë dënimin e tij dhe mundësoj lirimin me kushte të përcaktuara në vendim. Zoti Shala u lirua dhe u kthye në Kosovë këtë javë më 10 shkurt. Në vendimin e saj, kryetarja e DSK-s përmend ndër faktorë të tjerë se zoti Shala ka treguar shenja rehabilitimi dhe se ka dërguar një letër të cilën shprehu keqardhje për cilën do që mund të ketë pësuar dëm si rezultati i veprimeve të tij. Kujtojmë se zoti Shala u vetë deklarua fajtor për pengim të personave zyrtar dhe friksim gjatë procedurës penale dhe u dënua me 3 vjet burgim. Procedurat lidhur me uljen, modifikimin dhe ndryshimin e dënimeve, siç parashihet në nenën 51.2 të ligjit, janë procedura individuale. Kur një person i dënuar i ka vuajtur 2/3 të dënimit, ai i plotëson kriteret për shqyrtimin e uljes, modifikimit apo ndryshimit të dënimit, por nuk ka automatikisht të drejtë që dënimi të uljet, modifikohet apo ndryshohet. Këto ishin të gjitha që pata për të thënë, nëse keni ndonjë pyetje, jam i gatshëm të përgjigjem.